në të tilla raste është si do ta shohësh gotën, ta shohim gjysmë bosh apo gjysmë plot. Mandati Dumanit 3 vjeçar vinte pasi mandatit të Krajës të cunguar në kuptimin e mungesës së prokurorëve, të pa përgatitjes së strukturave, mungesës së policisë gjyqësore, të atyre oficerëve të BKH-s. Dhe vinim nga hetimi i një arke peshk të një zëvendës ministre deri te futja në burg e ish presidentit, ngritjes padis ndaj ish kryeministrit, ndaj 2 zëvendës kryeministrave, arrestimit kryetarit bashkisë, ish ministrat qeverisë të akuzuar Ilir Beqa mbas hekurave, kështu që në pikpamjen e statistikave, ky 3 vjeçar i Dumanit sigurisht do konsiderohet i suksesshëm. Është arritur deri atje sa që SPAK është malli më i shitur në artikulimin publik. Pra ne nga mëngjesi në darkë është inflacionist. Ndërkohë, ne vazhdimisht në emisionin tonë kemi thënë që SPAK ka vetëm 0,3% të problemeve të shoqërisë edhe pse janë shoqërisë lartë. Por dhe 99,7% janë dorë të... Por një lloj suksesi ky është pra, domethënë që të flitë dhe gjithë njerëzit, domethënë të pamundur për ndryshuar realitetin politik, thonë ndoshta po na rregullon SPAK-u këtë punë. Se deri këtu ka arritur pesimizmi. Tani, dosjet e gjithë këtyre personazheve që ne sapo tham janë në prokurori, një pjesë ka shkuar në gjykatë. Problemi tash është që gjykata bashkë me prokurorin çfarë do bëjmë me këto dosje, sepse ka nisur gjyqje, por gjyqje që zvarriten dhe ne nuk e dim, ka nisur gjyqi i Metës, po s'ka nisur akoma në seancë. Ka nisur i Berishës, po akoma nuk ka nisur në seancë. Veliaj, po akoma nuk ka nisur në seancë, një gjyq me lexim pretence dhe me të gjithë detajet e tjera dhe të vijojë dhe të mbyllet në një kohë të shkurtër. Ndërkohë që ne kemi patur raste të grupeve kriminale, të organizatave kriminale që SPAK-u i ka dërguar në gjykat dhe është përfunduar gjykimin në shkallë të parë. Pra ka pasur më tepër nxitim me gjyqjet me proceset kriminale në raport me këto politike. Njolla e këtij 3 vjeçarit të Dumanit sigurisht që lidhet me zgjedhjet. Pra, me hiperbolën e madhe që do luftonin krimin zgjedhor dhe në fund të ditës nuk arritën asgjë. Kjo është pikpyetja më e madhe e tij. Për sa i përket Brahos që merr detyrën të premten, ai pak a shumë e ka rrugën e shtruar. Dhe pritet të shohim se si do reagojë ai në raport me disa veprime të cilat janë konsideruar dhe abuzuese të SPAK-ut, që ka të bëjnë edhe me masat e arrestit, me masat e stregjata të arrestit pa justifikueshme, me mënyrën se si do sillet në raport me shkallat e tjera politike, sepse Dumani po e le mandatin me një akuzë të ngritur ndaj zëvendës kryeministres. Shohim se deri ku do shkojë Braho në 3 vjeçarin e tij. Ka dhe një element aty interesant prapë, ky raporti me policinë, që Dumani gjatë këtij 3 vjeçare ka natemuar policinë në kuptimin që nuk ka bashkëpunuar, nuk ka sjellë denoncime, ka dekonspiruar operacione. Dhe ky në një moment tha që do përpiqem që gjithçka ta zgjidhim brenda strukturës tonë, pra të ngrem filial brenda strukturës edhe për të ndjekur çështjet ne vet pa ndihmën e policisë, ndoshta edhe për të ekzekutuar ndërhyrjet, arrestimet, veprimet i bëjmë pa ndihmën e policisë. Se BKH-ja e ka këtë. Duke qenë se do shtohen dhe 40 hetues të tjerë, pra shkon diku te 100 e ca numri i hetuesve të BKH-s, se duket do ta ndërtoj si një strukturë me vete pa pasur nevojë që të ketë ndihmën e policisë edhe për sa i përket denoncimeve, sepse ishte i prirur më tepër te burimet e hapura se sa të presim denoncime nga policia për çështje të ndryshme. SPAK-u ndryshoi realitete, shumë realitete. Shpriu shfaqsi një fuqi shumë e madhe. Realitete në shpikpamje thotë tani. Po, për shembull, njerëzit guxonin të çonin dosje, gazetar, njerëz avokat, njerëz pafund, nuk ishin më frikë të denonconin gjithkënd dhe gjithçka. Jemi dakord? Po, do na kaloj kishte në përpara kishte shuar 86. Nuk ka qenë. I marrin ato pak tjetër. Vërtet Berisha thot SPAK-u kriminale tjera, po prap PD-ja në SPAK e çon. Apo jo? Shumë kanë shuar. Kalaja kisha unë këtu. Po ke Gazbardhin e tjerë që vazhdojnë të çojnë në SPAK. Gazbardhi ka shuar shumë. Belind Këlliçi ka shuar shumë. Mos opozita që nuk besonte te SPAK-u ka shuar. Që s'beson fare te SPAK-u. Kjo është ajo. Shtroplini thot Saliu, s'ka lënë dosje pa çuar.
ndryshuar. Tani, efekt nuk ka. Pra, nëse po flasim që SPAK-u bëri shumë operacione për krimin organizuar, për korupcione tjera, ministra, zëvendës kryeministra e tjerë, kriminal, top kriminale e tjera, ne vazhdojmë të kemi një shtet krejtësisht të korruptuar, që vazhdon korrupcioni sikur s'ka ndryshuar gjë, dhe që vazhdon krimi organizuar sikur s'ka ndryshuar gjë. Kjo është fakt. Tjetër, kemi dhe një fenomen tjetër. Ka shumë dosje në SPAK, të cilat kanë vite, kanë 4 ose 5 vjetë që nuk i të shpon njeri. Po mbase nuk janë. Janë. Jo, po mbase se dosje mund të bësh, mo e... Janë, por nuk guxojnë, ose kanë rënë në duar të gabuara. Material, po s'kanë gjë brenda. Kanë gjëra brenda. S'kanë gjëra brenda. Kanë gjëra brenda. Fondet e i partit, më falë, të që të ndihmoj. Ke pronat e ushtrisë. Olafi. Parti me që tha fjala, thot një kolegu ynë vazhdimisht përshikusin. Ç'është i parti? I parti janë fondet e Bashkimit Evropian, që u abuzuan, u shpërndan erdhën për ndihmë për bujqësinë edhe agroturizmin, dhe ju dhanë miqve rreth e qark, Ndau para. po u ndan parat aty, dhe Olafi, që është institucion hetimor investigativ e Bashkimit Evropian, i gjete atje, e kapën nga atje dhe blokuan fondet atë. I part 1, i part 2, u blokuan fondet. Tani e kanë dosjen gati. Pronat e ushtrisë. Pronat e ushtrisë. Po, të ushtrisë tonë. Është pyetur dhe presidenti. Ti ish ushtrisë tuaj? Po, ti ish ushtrisë. Po, dhe të saj ushtri që kemi. Dhe ka 5 vjetë jeton. Ke një, ajo që fa ndodhi, një mikrolajmë që ndodhi, ishte një e qinta asaj gjithë që ka ndodhur. Qartë. Tjetër, ke biznesmen të fuqishëm që nuk u afrohet fare SPAK-u. Nuk afrohet fare SPAK-u. Pak frikë SPAK-u tani, se nuk mund të jetë ashtu si shtu aty tani. Si të rishojë të gjithve që mund të kafshojnë dhe SPAK-u tani këta, dhe janë brigadit e kafshojnë. Mërë SPAK-u në ta gjithkohën duhet ta kafshojnë nga i parit e i fundit. Kjo është realiteti. Realiteti. Tele? Gjithmonë ka vlerë krahasimi. Realiteti të ati ka shumë dosje që janë lënë mjanë. Ka më shumë dosje të rënda, të lëna mjanë, të zvaritura, të bëra keq, të pafilluara, se sa ato që kanë nxjerrë produkt. Janë shumë pak ato që kanë nxjerrë produkt, krahasuar me ato që rrinë fshehur. Peshqive të tjerë shumë të mëdhenj që s'duken thuasi. Ose të të njëjtve. Në të tilla raste është si do ta shohësh gotën, ta shohim gjysmë bosh apo gjysmë plot. Mandati Dumanit 3 vjeçar vinte pasi mandatit të Krajës, të cunguar në kuptimin e mungesës së prokurorëve, të pa përgatitjes së strukturave, mungesës së policisë gjyqësore, të atyre oficerëve të BKH-s. Dhe vinim nga hetimi i një arke peshk të një zëvendës ministre deri te futja në burg e ish presidentit, ngritjes padis ndaj ish kryeministrit, ndaj 2 zëvendës kryeministrave, arrestimit kryetarit bashkisë, ish ministrat qeverisë të akuzuar Ilir Beqa mbas hekurave, kështu që në pikpamjen e statistikave, ky 3 vjeçar i Dumanit sigurisht do konsiderohet i suksesshëm.